Sot do e bëj make-upin si një breadstone. Kërkova në Google my breadstone dhe ky është make-upi që më doli. Vetullat i kanë shumë të holla dhe unë i kam holluar përsëri, prandaj i kam gati. Do përdor një kontur në ngjyrë të ftohtë. Për blush po përdor këtë nga Say Beauty. Dhe kanë fytyrën shumë të tërhequr, prandaj concealerin në këtë mënyrë. Okej, kjo është vendosja e produkteve, tani do e përhap me një furçë dhe do përpiqem të mbaj të njëjtat vende që i kam vendosur kur e hap. Po e bëj set me shumë setting powder dhe dua që të jetë sa më full coverage për syve. Nuk dua të më duken fare rrafet e syve për të make-upin. Do doja që fotoja që më ra të kishte një blush më roz. Po, nëse tani po vendos pjesën e powder bronzerit që të theksohen dhe më shumë mollzat. Ky blushi i Flower Nose është ngjyra perfekte për këtë make-upin. Po aplikoj me këtë furçën, që është po nga një njëjti koleksion. Sy si fillim do vendos një bazë, po vendos të concealerin. Për syt po përdor këtë paletën e Kylie, duke bashkuar disa ngjyra për bërë këtë transition shade. Tu afër vetullës kam vendosur një ngjyrë më të ftohtë. Aftën më të errët po vendos rreth çerpikëve, duke sfumuar për lart. Me një ngjyrë të hapur, po e hap pak eyeshadow në fillim të syrit. Do përpiqem të bëj syt sa më të mëdhenj, po problemi është te fotoja që më ra, te pjesa e syrit nuk është se ka ndonjë gjë të pisa poshtë. Prandaj po bëj një vizë që të lë një hapësirë me vizën time natyrale, që të vendos të bardhë brenda dhe të duket syri më i madh. Bëra një eyeliner nga fillimi i syrit deri në fund. Fiksova shumë të pjesën në fillim të syrit. Okej, vendosa edhe të bardhë brenda syrit. Okej, çerpikët dolën fikse që kisha në mendje. Tani thjesht do shtoj pak rimel tek çerpikët poshtë. Pjesën e buzëve e kam bërë tutorial në një video tjetër që do postohet mbas kësaj. Por ky është dhe make-upi i përfunduar. Rregullova dhe pak flokët se më kishin marrë një formë nga kapsa. I drejtova pak më shumë. Më thonë në komente si ju duket.